Mbrëmjen e së premtes përpara xhamisë së Parrucës, 103 haxhiler nga Shkodra u nisën drejt vendet e shenjta. Besimtarë të shumtë, miq dhe familjar kishin dalë për të përcjell vëllezërit dhe motrat e tyre, të cilët janë përgjigjur thirrjes hyjnore për të kryer këtë shtyllë kryesore të fesë islame. I pranishëm në përcjelljen e haxhilerëve të Shkodrës ishte mufti i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, i cili tha se ky është një bekim i madh për Shkodrën, sepse këta shkojnë drejt vendet e shenjta me ftesë hyjnore, këta shkojnë si ka ftuar Zoti. Përcjellim sonde 103 haxhiler nga Shkodra, të cilët nisën drejt vendeve të shenjta për të kryer adhurimin e haxhit, që është një prej 5 shtyllave të fesë islame. Edhe gjatë këtyre 2 javëve të fundit kemi pasur takime intensive me haxhilerët tanë, edhe kemi zhvilluar dhe seanca të trajnimit, edhe kemi përjetuar emocione shumë të mëdha. Patjetër që ky është një moment shumë i gëzueshëm për të gjithë ne, edhe për këta vëllezër dhe motra që shkojnë drejt vendeve të shenjta, edhe për familjet e tyre. Edhe besoj se kjo është një bekim i madh për krejt Shkodrën, sepse këta shkojnë drejt vendeve të shenjta me ftesë hyjnore. Këta nuk shkojnë se kanë pagu diçka apo se janë mundu për atë. Këta shkojnë se i thret Zoti. Edhe për këtë ne ndihemi krenar, edhe ndihemi shumë mirë, që nga qyteti jon kemi 1100 vëllezër dhe motra që i përgjigjen kësaj ftese hyjnore, edhe patjetër që e mira e kësaj përgjigje dhe kësaj ftese do të na vinë edhe ne në Shkodër. Edhe unë lutem me zemër që të kenë një udhtim shumë të marrë, edhe të kenë haç të pranuar, edhe e mira e këtij adhurimi të kthehet në Shkodër me mirësi dhe bekime për qytetin tonë. Edhe për besimtarët ky është një emocion i veçantë. Kam bërë edhe jo, udhtim i bërë është për hoxhin. Kam bërë umren. Çfarë emocionesh? Një shumë emocione, jam shumë e gëzuar, falënderoj Zotin që ma bën një rrezik ky gëzimi më i madh i jetës time. E kam prit shumë gjatë, po më realizua në fund. Haxhi është një prej 5 shtyllave të fesë islame. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك